Një i moshuar nga Korça ka vendosur t'i jap fund jetës duke u vetë djegur brenda në makinë para banesës së vet. Mendohet se 66 vjeçari Irakli Çinoku ka përcjell ditën e djeshme gruan e tij drejt Athinës, aty ku jetojnë edhe 2 fëmijët e tyre, ndërsa mëngjesin e sotëm në gjendje të rëndë mendore ka ndërmarr aktin fatal. Sipas fqinjve, pensionisti njihet si një person i rregullt dhe nuk kishte konflikte me askënd. Jemi komshin, jemi komshin. I martuar. Me 2 fëmijë është. Nuk e njeh çfarë. Jo, ai ishte njëri shumë i rregullt. Jashtëzakonisht i rregullt. Nuk e di, më vjen keq. Patë që nuk e di si mund të them, të flas kot. Jo, ka ikur në Athinë, në dije kishte ikur. Më thanë këta komshinët, jo, unë nuk digje. Si person i shkëlqyer, mund të thuash. Jo i qetë, po i shkëlqyer. Njerëz familjarë, shikojnë punën e tyre. Edhe sipas policisë mendohet se Irakli Çinoku ka djegur veten, ndërsa para këtij veprimi ai ka lënë një letër të gjatë, përmbajtja e së cilës flet për vetmi dhe marrëdhënie jo të mira mes familjes. Hetimet vijojnë për të kuptuar gjithçka rreth kësaj çështje, ndërsa trupi u dërgua në morg, ku do të kryhet autopsia për të dokumentuar arsyeën e vdekjes së 66 vjeçarit.